Primarët në Partinë Demokratike kanë rezultuar një dështim total. Sepse çfarë ka ndodhur? Do të thënë është në bërë listat procesi zgjedhor që ju thatë, janë bërë listat sipas kandidatëve me çfarë kanë përcjell media, janë bërë listat brenda natë, janë përjashtuar ata që kanë menduar që votojnë për X-in, janë ftuar të tjerë që janë fara antarë simpatizantë Partisë Demokratike që do votojnë për Y-in, dhe primarët kanë përshtypjen kanë pasur probleme, dhe në përgjithësi ne nuk kemi një si komplas, një traditë gare. Që fituesi fiton dhe është modest dhe humbësi që humbet patjetër që i bashkëngjitet fituesit, sepse sidomos gara brenda partisë duhet të jetë shumë emisore. Kjo nuk ka ndodhur. Atëherë nuk është vetëm Edi Rama që bën zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ti dajmë gjatë, manipulimi që bën Edi Rama në nivel kombëtar shkatron pluralizmin, demokracinë, dhe ne shohim sot që ekonomia është e shkatruar, fute miliarda parat pista, komandon krimi organizuar, korrupsioni, pra gjithçka është bllek për jetës së vërtetë. Po kur bëhen në nivel partie, këto që ndodhin përsëri unë e kam bindje që nuk vinë nga leadershipi. Pra nuk është një vijë politike, por janë lojrat që bën, gjithmonë i kanë bërë lojrat në nivel lokal. Pra ata kryetarët e degëve, s'du ta akuzoj asnjëri se nuk kanë një provë konkrete, por vetë kandidatët kanë kontestuar procesin. Jo vetëm te kryetari. Po pra, te natyrisht kryetari, kryesia, sekretari i përgjithshëm, sekretarët e tjerë, sepse ka disa forume, nuk mendoj që ka qenë linjë politike. Është pak e rëndë që të mbështesësh kandidat që manipulojnë procesin zgjedhor. Për mua vota është gjë e shejtë dhe s'duhet manipuluar. Por realisht ka ndodhur që në primarë ne kemi pasur rezultate jo logjike. Dhe çdo rezultat jo logjik, meqense vjen nga shkencat eksakte, po të analizohet, të nxjerr një rezultat error. Do të thotë që këtu ka ekuacioni, ka si tush, ka hyrje artificiale ose dhëna ose informacione artificiale. Kështu që nuk janë për primarët. Për sa kohë nuk ke një listë, për sa kohë kandidatë nuk kanë pasur ndoshta edhe shumë kohë për të bërë fushata, dhe për sa kohë ka munguar transparenca totale, unë mendoj që procesi primar mund të çojë më shumë në përçarje se sa realisht në fuqizim partisë. Ne kemi pasur një model, që na ka funksionuar. Nuk kemi pas primarë në atë kohë, por kemi pas procese votimi, për shkak kandidatët që vini nga degët, votoheshin nga kryesia ose nga aktivi degës. Kryesia është kryesia, pra janë drejtuesit politik, dhe aktivi pastaj përbëhet nga kryetarët e seksionit, grup seksioneve dhe sekretarët. Pra ishin dy forumet më të rëndësishme politike në një rreth. Vinin të propozime, pastaj në kryesi, që kemi gdhirë me ne të tëra duke studiuar kandidatët si vite tyre, kemi bërë dhe intervista për të përcaktuar modelin më të mirë. Sepse kjo nuk është forma më demokratike, por është forma më përshtatshme në Shqipëri që partijat mos përçahet. Se ne shqiptarët, kur përplasim me njëri tjetrin, bëhemi armiq. Kur themi ka vendosur udhëheqja, sikur qetësohemi, na qetësohet shpirti. Kështu që këtë pikpamje unë do të isha për një. Ekziston gjithmonë një formulë. Senatorët e Partisë Demokratike, njerëz me kontribute, me vullnet, mundësisht pa interesa politike, mund të përcaktonin një listë kandidatësh. Në këto ndryshime statutore rikthehet dhe komisioni ashtu quajtur Komisioni Ruli, i cili do të bëjë verifikimin e pastërtisë së figurave. Ishte një dështim total, kështu që se di sa do jeti suksesshëm. Është rikthyer, që do të thotë që jo, në atë kohë ishte një dështim total, sepse të nxjerrë nga dera futesh nga drejtari se nga Xhaku. Si historia me manat e Nastradinit, kështu që nuk di të them. Ne flasim për ligje 36 vite. Ne problemin prapë po them, nuk e kemi të ato që shkruajmë. Ne problem kemi që edhe ato që shkruajmë nuk i zbatojmë. Kështu që kjo është gjithë raportet të ndërkombëtare, që Shqipëri nuk ka zbatim ligje. Edhe në këtë rast, çfarë do lloj artificie që të bësh, po se zbatove, mbetet lehtë. Tani, nëse është një komision i cili bën dhe filtrimin e listave të kandidatëve, atëherë kontrolli vetë nga verifikimi se duket emri i madh. Çfarë komision verifikimi? Çfarë verifikimesh do të bëj? Që sërish të kemi ne kemi dorëzuar, se edhe unë kam qenë pjesë. Lista të mbyllura dhe jo një garë reale, nëse rikthehet. Listat e mbyllura nuk janë kur zgjidhje për opozitën, as për demokracinë. Listat duhet të jenë të hapura. Pra është diskutuar nëse kalu te procesi zgjedhor, apo jemi akoma te. Jo, ne këtu jemi te Partia Demokratike, po kjo rrezikon. Çfarë ndodhi me komisionin Ruli, mbaj mend që ishte ja 4000
444 kandidat, dhe pastaj Lulzim Basha çoi edhe komision qendror zgjedhje një listë njësia plus 2/3 e ktheu KQZ-ja po të kujtohet. Ishte një funny joke, pra ishte